Pjesa e radhës e emisionit Kosova Today. Në bllokun e 3 do të flasim për një temë pak më ndryshe nga ajo që biseduam në bloqet paraprake. Presidenti i Republika Srpska Milorad Dodik dje nënshkroi dekretet për shpalljen e ligjeve për ndalimin e veprimtarisë së gjykatës dhe prokurorisë së Bosnjë e Hercegovinës sipas në Këshillin e Lartë Gjyqësor të Bosnës në këtë entitet. Kjo lëvizje e tij po shihet si një mashim drejt ndarjes së Bosnës. A është ky momenti, këtë kuptojmë nga kjo intervistë të cilën do të realizojmë në këtë blok, ku të ftuar në panel i kemi 3 persona, por fillimisht këtë bisedë do ta fillojmë me mikun e emisionit tonë, zotëri Jeton Halimin, i cili aktualisht gjendet në Beograd. Zotëri Halimi, përshëndetje, mirë se erdhët në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotëri Halimi, jemi pak afër temës, po jo konkretisht në temë. Dua të di se cila është gjendja reale në Beograd aktualisht në vendin ku po qëndron ti. Po, na kemi ardhur këtë për çështje me një konferencë shkencore dhe kemi dalë dhe përshëtitur pak përderisa të na vije koha për të prezantuar punime, po sidoqë që situata është ashtu e njëjtë siç paraqitet dhe na jemi në pjesën e kundërt, ka zhvilluar protestat dhe gjatë shkurjes në hotel dhe na kanë thënë se do të kemi kujdes gjatë lëvizjes dhe mos shkojmë ande, na kanë protestë dhe jemi këtë pjesën tjetër te qendra është galeria këto të... Po, por si funksionon ajo pjesë, zotëri Halimi? Ka forca të shtuara të sigurisë të dalja në për teren? Si zhvillohet jeta? Është gjithçka normale në shikim të parë? Po, këto na jena në anën e kundërt, zoti Sadiku, dhe shihen njerëz të diçka është meqet, këtë pjesën tjetër nga aty dhe shihen polici në mënyrë civile dhe njerëzit nuk ka siç është e mbushur, siç din mbush krejt qyteti, po sidoqë tjetë prapë thuhet që është një jetë normale, po jo ashtu siç din të bëhet këtu në këtë qendër të dhe në gjithë qytetin dhe unë përshpresoj se nuk do të ketë qetësi dhe... Keni pasur rastin të bisedoni me ndonjë qytetar serb apo me ndonjë nga kolegët tuaj në kongresin ku po merrni pjesë e të merrni më shumë informacion në lidhje me formën se si ata e shikojnë prej këndit tyre, pra prej këndit serb, situatën e krijuar aktualisht brenda Serbisë? Po, ka polarizime të lloj-llojshme, zoti Sadiku, dhe unë përshpresoj që të vije fundi i këtyre protestave dhe të vijnë qeveri, siç kemi thonë për në studiot atje. Dhe unë nuk mendoj që do të ketë reja ose bindje të popullatës që quhet në protestë që janë atje dhe përshpresoj të vijë sa më shpejt, se është shumë polarizim dhe shumë situata të tensionuar, po me një farë qetësie, heshtje dhe thoja çdo lëvizje është monitoruar dhe kontrolluar nga policia dhe inteligjenca serbe dhe... Cili është krejt në fund, zotëri Halimi, dua t'ju pyes, mendoni se do të kemi trazira dhe gjakderdhje në Beograd, duke marrë parasysh atë që po shikoni aktualisht në atë qytet? Për një lloj gjakderdhje si di, ndoshta më është herë, po do të ketë ende protesta më të mëdha dhe sot kanë shkuar në qendrën komunale të kryeqytetit këtu në Serbi, protestutë dhe janë ballafaquar me rojat e sigurimit të kuvendit aty që ruajnë dhe nuk ka qetësi dhe nuk do të ketë qetësira aty, po shkojnë step by step dhe sipas plan programit të tyre dhe na jemi të kufizuar edhe me lëvizjes për çështën e sigurisë tonë dhe jemi këtu në kafe, në qendër dhe nuk besoj se do të ketë ndonjë sen që mund të ketë qetësi, po gjithçka do të kemi kujdes dhe nuk mund të lëvizëm çlish lëvizje tjera. E qartë. Zotëri Halimi, faleminderit shumë për këto minuta që i ndat nga ne nga Beogradi. Faleminderit. Ishte kënaqësi, pra ndërsa në këndin tjetër kam mikun e emisionit Kosova Today, është ky zotëri Bedri Elezi, me cilin do të futemi direkt në temë, do të flasim për presidentin Dodik. Çfarë do të thotë nënshkrimi i dekreteve për shpalljen e ligjeve për ndalimin e veprimtarisë së gjykatës dhe prokurorisë së Bosnjë e Hercegovinës sipas dhe Këshillit të Lartë, zotëri Elezi, apo e bën në një hap apo në një anshëm ndarjen e Republika Srpskës Dodik me veprimin e tij? Fatkeqësisht po ndodh ajo për cilin mund të themi më shumë të jemi shqetësuar, pra po ndodhen veprime konkrete të personit në fjalë dhe më kryetarit të Republikës Srpska
Milorad Dodik, i cili, siç duket tani më, është i gatshëm që të veprojë kundrejt planeve të Serbisë që ka për destabilizimin e vendit, e cilat më mbështetet nga Rusia. Këto veprime sigurisht që janë veprime të cilat tregojnë qartë për një përpjekje serioze që ka Dodik me mbështetësit e tij, ashtu edhe mbështetësi kryesor në këtë rast Serbia, për ndarjen e rubrikës Skap me qëllimin e vetëm për të shkaktuar tensione akoma më të mëdha në atë zonë. Këto veprime vijnë pas vendimit të gjykatës shkallës së parë në Sarajevo, i cili dënoi Dodikun me 1 vjet burgim dhe 5 vjet heqje të drejtës për veprimtari politike. Pra, me një fjalë, këto veprime të cilat i kanë ndërmarrë presidenti i Republikës së Dodik janë qarta dhe përpjekje të organizuara, të orkestruara me Beograd dhe Moskvën zyrtare për destabilizu Bosnjën dhe më pas edhe rajonin. Një adresim në lidhje me ngjarjet e fundit të cilat ndodhen në Republika Srpska, ka dhënë edhe miku tjetër i emisionit ton, zotri Bajram Gashin, të cilin, në fakt Bajram Kabashin, të cilin e kemi në një lidhje direkte. Zotri Kabashi, përshëndetje, mirë se erdhët në Kosova Today. Përshëndetje, faleminderit. Kishit një adresim mjaft interesant në Facebook, nuk do ta lexoj krejt adresimin, por realisht dua të di edhe për publikun nga këndvështrimi yt se çfarë do të thojnë lëvizjet e fundit të Dodikut për situatën e cila mbretëron në këtë pjesë të rajonit. Po, shiko, Milorad Dodik ka vite e vite që përpiqet ta mbajë tensionin ndezur në Bosnjë-Hercegovinë, se tashmë është e qartë, marrëveshja e Dayton për Serbinë, po flet për Orekse Cervanov, nuk ka qenë e pranueshme, por ka qenë detyrim në kohën. Edhe nëse me kohën Bosna do të përfshirë ndërkombëtare po ashtu më e dobët dhe do të realizojnë aspiratat e tyre për t'ia bashkangjitur pjesë hapësirës së Bosnës së Hercegovinës, që është kriju natyrisht me gjenocid Serbisë. Unë mendoj se faktori kryesor destabilizues në gjithë këtë është Serbia, por pas saj qëndron kryesori që e dëshiron, e synon jo vetëm destabilizimin e Bosnës dhe Hercegovinës, por të gjithë rajonit, është presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin. Kabashi, por ne kemi dy situata të cilat po ndodhin paralelisht. E kemi në një anë pjesën e Vučićit, problemet e brendshme të Vučićit, dhe e kemi lëvizjet e Dodikut. Në këndvështrimin tënd, këto lëvizje janë të bashkërenduara njëra me tjetrën? Po, mund të them se mund të thuhet se janë të bashkërenduara, por edhe mund të mos thuhet ashtu, se kjo e gjitha rrjedhë dënimit të Milorad Dodikut me një vit burg nga, si dihet, se shkeni dëgjuar edhe jo, edhe me disa vite që të hiqet e drejta që të mirët me politikë. Kështu që ata mendojnë që pas gjithë kësaj situate, tensionesh e destabilizimi, Ose zotri Kabashi që qes direkt në temë, a mendoni ju se Dodiku po i merr këto veprime për ta larguar vëmendjen nga Vučići, pra të krijojë një precedent të jashtëm që të kemi nxitjen e nacionalizmit serb nga brenda? Unë nuk mendoj, mund të jetë edhe kjo pak, po jo shumë, se çështja ti e din, ata me kohë kanë dashur ta krijonin ta shoqëtojnë në botën serbe. Edhe me një fjalë ta rikrijonin në mënyrë perfide, në mënyrë thuaç dinoke, në mënyrë gjoja të butë se një kom ka të drejtë të bashkohet, ja bashkëngjisin këto pjesë të Bosnës, Serbisë, me synimin që ta krijojnë edhe një destabilizim të brendshëm në Maltëzi, po ashtu nëse do të printe, do të shkonin për shtatit gjitha këto veprime që ta destabilizonin edhe pjesë të caktuara të Kosovës. E qartë, kur jemi tek destabilizimi, duat kthehemi edhe një herë tek Elezi për të diskutuar për mundësinë e destabilizimit konkret të vet Dodikut. Pra Elezi, ne kemi folur shpeshherë për forcën ushtarake që vet Dodik e ka me njerëzit e tij. Por në anën tjetër kanë edhe njerëz në ushtrinë zyrtare të Bosnjës. E para nëse vendos ta shkpos, pra siç themi, a do i nxjerr njerëzit nga ushtria standarde, dhe në anën tjetër a ka rrezik që këta që i ka në këtë ushtrinë e tij të nxjerr në rrugë?
E para ne duhet kemi një parasysh një fakt që në Bosnjë është angazhuar edhe faktori ndërkombëtar janë forcat e sport, të cilat kanë një angazhim për të përket çështjeve të sigurisë të Bosnjës. Dhe të njëjtit besojmë që do të jenë të gatshëm për të mbështetur autoritetet e Bosnjës kundrejt një angazhimi që mund ta kenë sa i përket vendosjes së kontroll të situatës që mund të dalë jashtë kontrollit në pjesën e Republikës Srpska. Ne jemi të vetëdijshëm që ka mjaft forca dodik për të destabilizuar sidomos rajonin ku është Republika që quhet Republika Srpska, por duhet të kemi parasysh edhe mbështetjen që mund të vijë nga Beogradi zyrtari, i cili po duket që në këtë situatë kur kemi një përgatitje të mirë, po duket mirë organizuar, mirë e përgatitur për destabilizimin e rajonit, por rrëshqet edhe më shumë rreth mundësisë një lufte civile në atë pjesë, jo kontroll sigurie dhe ky jo kontroll sigurie do të manifestohet më pas me Bosnjën fillimisht, më pas edhe në Kosovë. E kemi thënë edhe më herët se ka mundësi, janë forcat e Dodikut, janë forcat që janë përgatitur në Republikën e Serbisë afër kufirit në Kosovën, janë grupe kriminale serbe të cilat veprojnë gjithandej dhe ka mjaftueshëm njerëz të angazhuar dhe armatime të angazhuar sa për ta vendosur situatën e sigurisë të rajonit në një momentum jo të mirë. Dhe mendoni se pikërisht si pasojë e kësaj situate janë shtuar edhe 300 forca hungareze në Republika Srpska? Po, në kuadër të angazhimeve të sport që ka atje në Bosnjë, ka një dislokim forcave të shteteve anëtare të NATO-s drejt zhvillimeve që janë atje, dhe në këtë rast 300 pjesëtarët e shtetit, domethënë që Hungarisë, të cilët kanë marrë një angazhim se përket detyrimeve që kanë në kuadër të sportit, duket që janë pikërisht për shkak të analizave dhe mundësive që të kemi një përpjekje të Dodik. Dhe zotri Elezi, edhe në këtë pikë kemi pak aludime të ndryshme dhe propagandë të ndryshme në fakt. Këto forca thuhet se janë shkuar, kanë udhëtuar pra në ndihmë të Dodikut, ndërkohë që këto janë forca të NATO-s, nëse kam të qartë, nëse kam gabim kapën për fjalë. Janë forca të NATO-s, janë forca të Hungarisë, po të cilat shkojnë në kuadër të sforit që të jenë pjesë, domethënë, ta mbajnë rendin dhe qetësinë. Dhe pse thuhet është kjo propagandë nacionalistëve serb, të cilët thonë se këto forca kanë shkuar në mbështetje të Dodikut, apo kjo është realiteti në fakt? Jo, kjo është një propagandë. NATO ka qartë protokollin e saj të sigurisë, do antar NATO-s shteti i cili ka angazhu forcat saj në një aktivitet ushtarak në një vend siç është këtë rast Bosnja. Ka detyrimet e saj, ka një rregull i cili duhet zbatohet nga të gjithë dhe në asnjë mënyrë nuk janë ata për ta mbështetur Dodikun, por janë thjesht forca të cilët më pak do të përballesin ndoshta me pjesëtarët serb për shkak të afërsisë që kanë, mund të themi si komunitete dhe se ka mbajtur një qendrim, mund të themi Hungaria kundrejt mbështetjes që ka bërë për Republikën Srpska dhe komunitetin serb përgjithësi. Kjo mund të qëndrojë që përplasja mund të jetë më e vogël për shkak të marrëdhënieve që kanë, por që të njëjtit do të kryejnë detyrime që kanë në kuadër të NATO-s dhe nuk ka fare të bëjë kjo me deklarimet apo mund të themi informacionet që së fundi janë publikuar. E qartë, do të shohim, do të kemi lëvizje, por zotri Elezi nuk mund të anashkalojmë dhe Serbinë në secilin moment që ne diskutojmë për Bosnën, normalisht se do të ndalemi edhe pak tek Serbia. E bëra një pyetje konkrete zotri Kabashit, por më dua të di edhe mendimin tënd rreth kësaj teme. Janë të bashkërënduara këto veprimet e Dodikut me situatën me të cilën po përballet në fakt Vučići në Beograd? Zotri Elezi? Po, pyetja është për juve nëse dëgjuat. Mendova se është për mikun tjetër. Po, padyshim që këto janë të sinkronizuara, sidomos kur Serbia po te kalon, mund të themi problemin për cilin ne kemi menduar që është një protestë organizuar nga faktorë të tjerë, po shit qartë edhe se kjo protesta apo këto protesta kanë sinkron me shërbimet sekrete dhe planet sekrete për destabilizimin e rajonit. Kemi thënë që Serbia dëshiron që të deklaroj apo të shfaq një situatë ku nuk ka kontroll të mjaftueshëm në zonat të caktuara për shkak të situatës së sigurisë që ka ardhur për shkak protestave.
dhe aktivitetet siç janë edhe të Dodik, edhe mbështetja e qytetarëve serb të 4 komuna me shumicë serbe në drejtim të ruajtjes gjëja të presidentit të Serbisë, janë krejt këto kampione apo manifeste të cilat tregojnë qartë se një përpjekje e serbe për destabilizuar rajonin dhe që është një kërkesë normale e Rusisë në këtë situatë ku do të kemi bisedime rreth influencave që do të ketë Rusia në tarmën dhe përpjekjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s për të pas rolin e saj pikërisht këto çështje. E shohim se këto zhvillime kanë të bëjnë për të pozicionuar Rusin në kuadër të angazhimeve që mund të ketë sa i përket dimensionit sigurisë dhe sigurisht që për të luajtur një rol të veçantë në kuadër të asaj se është faktori sigurisë. Zotri Elezi, kemi tentuar shpesher t'ja paraprim situatave me pyetje të ndryshme, por tani deri me datën 15 kemi një situatë jashtëzakonisht interesante. Kemi edhe 9 ditë, por gjithçka është në heshtje. Çfarë pritet të ndodhë brenda kësaj situate? Le ta titullojmë jemi në vigjilje, por të çkaje. Po, me të drejtë të thotë, jemi në vigjilje të një shpërthimi të një konflikti mund të themi në brenda Serbisë, i cili do të manifestohet më pas fillimisht në Bosnjë Republikën Srpska, e cila veç dha sinjalet e para duke bërë këtë dekret presidenti i Serbisë Dodik dhe se do të kemi një manifestim të saj ndoshta edhe në Republikën Srpska, në Republikën e Kosovës, në 4 komunat me shumicë srpse, me shumicë serbe. Me një fjalë, jemi para një sfide serioze, është gjithmonë pranvera sjell këto probleme dhe siç duket tani pranvera po sjell edhe një herë çështjet që kanë të bëjnë me ripozicionimin e forcave apo zonave të influencës të vendeve të fuqishme, në këtë rast mes shteteve të NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, e cila po përdor tani fuqishëm këto satelitë që i ka në rajon e posaçërisht në këto vendet siç i përmendëm më parë. Mirë, dua edhe një herë të kthehem tek Kabashi, politikisht, strategjikisht çfarë mësimesh duhet të nxjerrë Kosova nga situata në Bosnjë? Mendoj se Kosova nga situata aktuale në Bosnjë, por edhe nga situatat e deri tashme që kanë paraprik kësaj situate, do të jetë jashtëzakonisht e vehementshme dhe të mos bie pre e euforive të kremtimeve të ndryshme, s'po përmendi cilave kremtime, por të jetë natyrisht se KFOR është ai që ka përgjegjësinë për rujtjen e kufieve të tjera, po të jetë e vehementshme jashtëzakonisht që ta presim, me thonë, çdo tentim për destabilizimin e brendshëm të Kosovës në kufi. Edhe gjithë kufit e Kosovës, sidomos në kufit në cilët vendi kufizohet me Serbinë. E qartë, Zoti Kabashi. Faleminderit shumë që ishit sot në program për dhënë analizën tuaj mbi këtë çështje. Malëret, falenderoj shumë edhe Betri Elezin që ka kontribuar në këtë diskutim. Po patët një koment për mbyllje, Zoti Elezi? Në fakt po, unë kisha kërkuar dhe dëshiruar që institucionet e Republikës Kosovës të analizojnë mirëfilli krejt këto zhvillime, të ndërmerren të gjitha mosat, sidomos kemi një koordinim me KFOR-in, i cili është garantuesi i sovranitetit të Republikës Kosovës sipas rezolutës 1244 dhe të kemi vigjilencën e theksuar. Unë besoj që në këtë rast kur krejt këto zhvillime po ndodhin, kuptohet se lufta nuk është që ndodh sot për nesër, por që janë gjitha këto sinjale serioze që duhet trajtuar me kujdes dhe të ndërmerren të gjitha mund të themi angazhimet e duhura sa i përket sigurisë. Unë kujtoj që në rastin konkret duhet kemi dy gjëra parasysh. E para që sa më parë të themelojmë qeverinë e Kosovës, e cila më pas do të ishte më angazhuar sa i përket të çështjeve të sigurisë, dhe e dyta të kemi sanksionizimin e Kosovës, e cila është në kuadër sanksioneve akoma, në mënyrë që të kemi një angazhim serioz të furnizimeve eventuale për çështje ushtarake sa i përket forcës sigurisë Kosovës dhe një koordinim real me NATO dhe shtetet sidomos fqinje të cilët janë edhe anëtarë të NATO. Zotri Elezi, gjithmonë kënaqësi të diskutojmë së bashku në Kosova Today. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Faleminderit shumë pra dhe Elezit për edhe Zotri Kabashi, kemi qenë kështu bashkë në transmetim drejt për drejt, por është koha të shkputemi për të rikthyer me diçka tjetër. Do të shkojmë në fakt në Shqipëri. Ka pasur një ngjarje të rëndë atje ku një palestineze i është marrë jeta, duket se personi i cili dyshohet për të vrasje kishte pasaport kosovare. Kthehemi vetëm pas pak.